është një temë shumë e rëndësishme që të gjithë kemi nevojë të flasim për të. Ajo është tema e qarmatosjes. Kur ta dëgjoni këta, ju tingëllon shumë çuditshëm. Por se kjo është një temë me të vërtetë tepër e rëndësishme. Ne duhet të qarmatosemi nga dëmtimi njëri tjetrit. Ne duhet që të qarmatosemi nga armët e ftohta dhe të nxehta, në mënyrë që të mos e dëmtojmë njëri tjetrin fizikisht. Mirë po vini re, është një qarmatosje edhe më e rëndësishme se sa kjo. E ajo është që të qarmatosim gjuhën tona. Vëllezër të nderuar, a thu vallë përse është shtu kaq shumë urrejtja, zilia, përçarja midis disa njerëzve? Është pikërisht për arsye që i kanë armatos gjuhët njëri ndaj tjetrit. Dhe prej këtu ja fillon çdo sherr. Prej këtu ja fillon çdo e keqe. Nëse ne i qarmatosim gjuhën tona, atëherë dëmtimi me armë të nxehta apo të ftohta nuk do të ndodhë asnjëherë. Se gjithçka ja fillon nga gjuha. Andaj nëse dëshirojmë të jemi si bashkësi, të jemi të afruar njëri me tjetrin, duhet që këtë gjuhë të qarmatosim. Mos ta përgojojmë njëri tjetrin. Mos ta ofendojmë njëri tjetrin. Mos shpifim ndaj njëri tjetrit. Gjitha të këqija t'ja fillojmë prej gjuhës. Kjo gjuhë nuk ka eshtra, mirë po kjo bluan eshtra, then eshtra. Aq organ i vogël është, nuk ka eshtra, por se then eshtra. Andaj të qarmatosim këtë gjuhë. Këtë parim na mëson profeti alayhis salatu wassalam. Thot el muslimu men salima el muslimuna min lisanihi wa yadihi. Musliman është ai i cili janë të sigurt, kanë shpëtuar musliman tjerë prej gjuhës dhe dorës tij. Shikoni, profeti alayhis salatu wassalam i përmendi që të dy llojet e qarmatosjes. Musliman është ai prej cilët musliman tjerë shpëtojnë nga gjuha dhe dora e tij. Por fillimisht e përmendi gjuhën, qarmatosjen e gjuhës, pastaj edhe dora. Pastaj vazhdon hadithi dhe besimtar është ai prej cilët janë sigurt njerëzit në gjakun dhe pasurinë e tyre. Kjo është ajo që kërkohet, është kaq e thjeshtë. Kaq e thjeshtë vëllezër të nderuar. Ti largojmë këtë zënka, ti largojmë armiqësitë njëri me tjetrin. Ti largojmë gjuajtjen me fjalë dhe sidomos përgojimin. Allah i madhëshëm e ka sjell shembullin e përgojimit sikur ai i cili e han mishin e vllaut të tij për së vdekurit. Akoma gjithë shëmtuar. Ti thua ai nuk po më dëgjon mua, çka po flas pas shpine. Edhe po e them të vërtetën. Pikërisht kjo është përgojimi. Përgojimi është kur e thu të vërtetën, edhe nuk është ai prezent. Po me çfarë fytyre ti nesër i del atij përpara kur ki fol pas shpine. Edhe buzëqeshin ki me pas falso. Edhe ai ka me pa mimikat e fytyrës tënde që diçka nuk është në rregull me ty. Kështu ja fillojnë përçarjet. Ani pse ai nuk ka qenë prezent kur e ke përgojim. Shihet në fytyrën tonë që ti e ke përgojim. Prandaj të kemi kujdes vëllezër të nderuar, ti qarmatosim gjuhën tona dhe duart tona që të mos e dëmtojmë njëri tjetrin. Allahu më shëroft. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.